Për dëgjues të programit të drejt për drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar një ditë të mbar dhe me mjaft mirësi. I ftuari im sot është një artist i mirënjohur, piktor. Në ecurinë e tij ka një aktivitet të pasur me ekspozita dhe pjesëmarrje brenda dhe jashtë vendit. Është cilësuar si një piktor që lëvron pikturën tradicionale, por edhe atë bashkëkohore, dhe pozicioni i tij gjendet diku mes këtyre dy kohëve, duke ecur gjithmonë me ritmin dhe tempin e ditës. Më së fundi, në Galerinë e Arteve Figurative, pak ditë më parë, ka hapur ekspozitën e tij Aljash. Me mua sot në studio është piktori Sytki Ibrahimi. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Në krye të herës dua t'ju përgëzoj për ekspozitën tuaj, një ekspozitë që në të vërtetë ka një titull të veçantë, Aljash, një titull që më së shumti drejtohet një elementi teknik, por ai që viziton ekspozitën e sheh që ka në brendësinë është jo thjesht teknik, i drejtohet më tepër botës humane. Është vërtet sepse fillimet e kësaj ekspozite, po quajmë kështu, janë nga arsimimet e përhershme të profesionit tonë për të krijuar një lidhje mes njerëzit dhe materies. Dhe unë kështu në mënyrë gati organike fillova të mendoj për tërheqjen që kanë bashkimet e metaleve. Kur bëhet bashkimi metaleve i duhen, gjithmonë metali bëhet shumë më i fortë, bëhet shumë më rezistent, bëhet shumë më i përjetshëm, po quajmë kështu. Mirë, po me kalimin e kohës që unë po përpiqesha të ndërtoja diçka me këtë koncept, pak nga pak ajo ideja parë filloi të zjeroj, filloi të thelloj, të shumoj deri në atë që thati më përpara, që një lidhje mes metaleve, po një lidhje më tepër humane, mes njerëzve, mes shpirtërve, mes marrëdhënieve që të brendshme dhe të jashtme të njerëzve me një rezonancë disi më të gjatë se sa një thjesht një. Absolutisht po. Më kanë bërë përshtypje shumë mjetet shprese, të cilët ju keni shpalosur idetë tuaja. Madje si një element i veçantë është edhe mënyra e paraqitjes. Në një punim ose në një tablo janë dy punime. Edhe aty është një aljash i veçantë. Ajo ishte edhe ideja që, si thonë, në formën përmbajtje. Po. Të ndërthurësha pikturat bamën vitet e fundit, ku nuk ishte ekspozu, po një ideja që edhe formalisht për të mos jenë bashku, për të mos jenë bashkë. Sigurisht që u përpoqja me pas një gjetje ku tabloj me tablon të rrishin shumë mirë, dhe ideja e aljashit e bashkimit të elementeve të materies, të shpirtërve, të marrëdhënieve të shkojnë, ta thot fjalën, se nuk thënë, të shkojnë deri në fund. Është pak fjalë e madhe. Kështu që edhe në konceptin formal ekspozita është në këtë rol. Madje disa nga punimet tuaja, sepse ju keni vënë edhe vitin kur keni punuar, janë pothuajse në dy kohë, por që kanë një lidhje aljazhi mes njëra tjetrës, dhe duket sikur brendësia dhe sipërfaqja kanë një dialog të pazgjidhshëm, gati që ka idenë e përjetësisë, e vazhdimësisë dhe përjetësisë. Në përgjithësi këto vitet e fundit unë kam lëvru këtë lloj pikture, domethënë se me pëlqen, jo, mos thonë pëlqen, po me tërheq shumë ajo që ndodh brenda
njerëzit brenda fenomenit, brenda materies, e kupton? Sepse në shumicën e rasteve, për mos të thënë absolute, në rastet absolute, ajo transmetohet edhe jashtë. Patyshim. Ke vurë nga herë kur thot njeriu kuptohet edhe në sytë të çaketët, nuk të shoh mirë. Po kjo është një konvergjë, një mbrëmshëm që demonstrohet jashtë. Kjo marrëdhënie mes vetes, me veten dhe mes njerëzve, është bërë gati këto vite të fundit, është bërë gati një lloj promotorit për me punun pikturën teme në këtë drejtim. Për me thënë, ma tepër se sa shohim. Sepse artisti pikërisht, po thëmë, këtu tenton me artisti deporton. Deporton. Te gjëra që nuk shifet. Te gjëra që njen, po nuk shifet. Kështu që po thojmë artistët në përgjithësi që levrojnë këtë lloj artit, kanë artistët gjithmonë më të pranueshëm, më të kërkuar dhe më të vlerësuar. Sepse siç ja thash, artisti shef aty ku nuk shohin tjerë. Kjo është mjeshtria. Në fakt, specialistët, dhe këtu unë i drejtohem drejtorit të Galerisë së Arteve Figurative të Shkodrës, zotit Fatmir Juka, i cili e cilësoi punën tuaj, ose si thuash punimet tuaja, pozicionin tuaj në artin tuaj si një ndërmjetës mes pikturës tradicionale, artit tradicional të pikturës dhe atij bashkohor mes realizmit dhe ekspresionizmit. Pra është një mënyrë ashtu siç po thonit për të deportuar me artin tuaj tek spektatorit, tek vizitori i ekspozitës, për të dhënë mesazhet, sepse arti komunikon në mënyra të ndryshme për të dhënë mesazhin që e dëshiron. Ju ku ndjeni veten se jeni në një pozicion ekuilibri mes këtyre dy mundësive shprehje, apo ju pëlqen të qëndroni herë tek njëra herë tek tjetra? Shiko, Brezion vjen nga një shkollë e realizmit socialist. Kohë kur ne përfundum shkollat, ishte një kohë ku piktura realiste kërkosh me shumë forcë, që të shtimat një gjithë të dinë, dhe po të kishe pak devijime nga këto kërkesat që ishin e kohës, penalizohesh deri sa historitë e artistëve ne dim se si janë penalizuar në të mënyrën se si procedohet e sistemi asaj kohe. Mirë po, mas vitet 90, si gjithë ne edhe artistët u vunë para një artistët, jo gjithë, po kush ai që e njetet se duhet bëhet diçka ndryshe. Unë para dilemit që të vazhdoj në rrugën kur jam nis, ku kam marrë mësimet e para, apo të bëhet e që nej. Në fakt disa simptomat kësaj dëzimi kisha një që në shkollë. Sepse shpesh herë në një vit tretë edhe më lanë më dojgjën për vjesht, sepse fillova me trajtu disa figura pak në njërë moderna, kupten. Dhe si të është vitet 90, mësoj vinë me një hapsin kërë tjetër dhe ti fillon e ndjek atë që njën. Dhe pak nga pak njërë organike janë përpjek, janë njërë artificiale, sepse i pjesë artistave kanë dalë, kanë ndryshu marrëdhëniet e tyre me publikun në mënyrë artificiale, duke ndryshu sepse pa një përgjegjësi të brendshme. Duke ndryshu, duke u bë modern për pak kohë, kupton? Mirë, po kur nuk lind, nuk buron prej brand, del gjithmonë artificiale, del e fabrikume. Kështu që jo se unë i vuna mision vetë me bankët një organike, po vjen diçka që është një thirrje e brendshme që nuk mund të ndryshosh me mjetet e tjerëve, mjetet tuaja. Ti duhet të ndryshosh mjetet dhe raportet tuaja me veten. Kështu që pak nga pak unë kam pasur 2 ekspozita tjera personale në Shkodër. Një tjetër ka qenë para 5 vitesh me disa tablo të mëdha ku publiku priti mjaft mirë,
Ajo quhej interaktiv. Ekspozita kisha isha gati në kërkim të kësaj marrëdhënieve mes materies dhe shpirtit. Sepse më duket një fushë që është e pafund. Një fushë që është e pafund dhe një fushë që secili gjen veten. Dhe një fushë ku ajo që e shikon këtë pikturë përpiqet diçka më tepër se sa është mesazhi i pikturit. Dhe kjo ka edhe domethënë një farë mënyrë ajo deviza ime që unë jap përpiqem të dhënë një ide, po e la çështën tapën, që spektatori gjejnë diçka më tepër. Gjejnë ide të vet atje. Në fakt ju keni shumë ekspozita, por ajo që bie në sy është pjesëmarrja në ekspozita ndërkombëtare, përveç vendeve evropiane, përtej kontinentin ton, edhe në Kanada, në disa vende, kjo ju bën duket akoma më shumë kërkues, ndoshta për pjesëmarrje tjera, apo jo? Patjetër. Ekspozitat e para të mia të jashtë shtetit kanë qenë me një grup artistësh në Austri. Ku pavarësisht konvergjimeve që organizatori përpiqesh me kriju mes artistëve dhe mes tablove dhe mes qëllimeve që kishte secili artist me fol me pikturën e vet. Me thonë edhe vendosë me bëha ekspozita thjesht personal, që ti isha totalisht ashtu si që unë mendoj një marrëdhënie me publikun. Dhe kryesisht unë kam bërë ekspozita personale, edhe jashtë kam bërë ekspozita personale, dhe janë një shumë më mirë me ekspozita personale. Ashtë stërmonim. A ka qenë e vështirë? Sepse të hapash një ekspozit personale, edhe në qytetin tënd ka ato sfidat e veta, natyrshëm. Po në vendet të huaja. Shumë e vështirë. Sepse do të përballesh me shijen e perëndimit, me kërkesat e nalta kulturore që në perëndimin ekzistojnë, që dim gjithë. Po ajo sfida jeme ishte që mirë, nëse shkojnë disa qendra të Europës, atëherë jam në kohë. Jam në kohë me atë që unë kërkoj, me atë që unë promovoj. Ka qenë një promotor brenda vetes. Më tepër ishte një sfidë personale, një dinamike mbrëmshme që në qoftë se unë promovoj këtë lloj artit, a jam gjene mu përballë me nivelet në alta gjykimit dhe shije estetike perëndimore. Në përgjithësi më bërë rezultu pozitive, fatmirësisht. Por ndryshe nuk do të kishit vazhduar? Jo, nuk. Sigurisht, ajo ka dy elemente, përfaqësimi jashtë, ka dy elemente. Ta bash për si tush ekspozitën për, me thanë, gati ekspozitë honorifike, me thanë që unë kam kënë jashtë, kam ba jashtë. Po kur shif si pikturat tu e kërkohen jashtë, edhe po marrim atë fjalë më të përgjithshme që përdoret në këtë raste. Kur shiten mirë jashtë, atëherë se në fund kjo është një lloj komunikimi. Një lloj komunikimi, një mënyrë tesit, një mënyrë biznesi, ta kupton? Kur shif që shiten jashtë, e kërkohesh prap, atëherë jam në kohë, jam në rrugë. Dhe kjo më sot shtynon më tepër me kërku rrugë të re, sepse në përgjithësi në këto vendet ku arti është shumë i zhvilluar, siç është edhe ekonomia dhe marrëdhëniet shoqërore atje, edhe arti ka një dinamik të papame, ka një tendencë që lëviz sa ka raste kur për një kohë shumë shkurtë do lash modet. Mirë po, për me dash me konguru, për me dalë jashtë modet, duhet vazhdimisht kërkosh rrugë tjera. Bile për një, se unë kam shumë ngjarje nga këto aktivitetet mia jashtë, një herë në Bruxelles ishte, që kam bërë 3 ekspozita në Bruxelles, më falë, një grup angles. Aty galeria ku ishte më ishte në përgjithësi ishte zonë galerisë dhe mozesh, dhe ishin 8 veta. Po duket ishin të fushë dhe e pash që shiu në ekspozitën mirë.
Në fund më thanë, para se me dalë, kush është autori, më thanë, unë i thashë. Nga e më thanë, i thashë jam nga Shqipnia. Dhe më këmë thanë, tekstualisht kështu. Pas një zbukurim. Si ka mundësi nga i vend i varfër më ardhë kja ekspozit europiane. Dhe me thanë. Sa bukur. Po, dhe me thanë, i thashë, unë përpoqa gjithaj një përgjigjet mesme, gati. I thamë, shiko, unë jam në kontakt me Channel View, sepse lviz vazhdimisht. Dhe ndoshta kjo është edhe arsye që jam në kohë me shijet estetike si ka pranimi. Kështu që kjo dilemë të shështën gjatë gjithë kohës, që të mos dali shesh lëvet. Po nuk ka qenë vetëm Austria, Bruxelli. Ju keni pasur ekspozita në Greqi, në Luksemburg, Gjenev, në Rom, në Greqi ma pak, sepse Greqia nuk është në për mu, nuk është një vend që konsumon shumë art, që këto janë të vendet që janë me nivellet në alta ekonomike dhe kulturore. Kështu që kur mendon me konkuru me ekipet forta, duhet bësh të vitje, në rështë del jashtë. Sa bukur. Ju thatë që keni lëvizur, do të thotë që keni lëvizur edhe si piktor me frymëzimin tuaj, apo është kjo lëvizje e ekspozitave? Përgjithsisht, cila është gjinia juaj më e preferuar? Shiko, unë kam kërruar të anotet pikturën në mënyrën të shprehunit, në mënyrën e asaj që thash më përpara, unë kërkoj pikturën tjetë shumë komunikues me spektatorin. Ku spektatori gjen vetin, ku e që thash më përpara të mundësisht gjej më tepër ide se sa kam thënë. Dhe kjo bën shumë, duket funksionon, e bën shumë të reqe edhe në shitjet që kam pas jashtë. Për kuriozitet, par vjetë që isha në Austri, para 2 vitesh, kompania fuqishme Red Bull, që është e famshme në të botën, kërkoj edhe mori 16 punë. Interesante, 16 punë, Red Bull ka punimet tuaja. Dhe më kanë ftu për 3 muaj në resortet që ka me zgjedh unë ku do tjetë dhe sa do tjetë ekspozita e ardhshme në resortet që ka Red Bull në Austri. Kështu që duket kjo ngarkesë emocionale, psikologjike e madhe për të kërku rrugë tjera, për të mos dalja shkohet, për të jetu me tendencët e artit prej Shqipënijë, që është shumë e vështirë. Më e vështirë është në Shqipëri? Jo, është shumë e vështirë që me gjetë prej Shqipënijë, me gjetë shijet për nëjmore, sepse dalë gjithë shumë. Dhe në përgjithësi ja kam dalë një farë mënyrët në banë, si thoi të tjukët, jo me sukses e fjale madhe. Kështu që edhe kjo ekspozit që ishte aljash, është në këtu të koncept, sepse në fakt para disa vitesh, po nuk ishe pregaditun për të ftesi mërë dhe nga një galeri New York, kur vitin e kaluam një koleksionist nga Shqipënia që jeton në Tiranë, merr pikturë shumë, ka marrë shumë edhe nga unë, mund të marrë 20 pikturë. Kështu marrë pjesë në një panajir pikturët në Kanada, në Vancouver. Duket edhe e kanë pa, se më dhanë listën e artistëve që kishte promovu këtë koleksionisti, dhe më vjen një ftesë prej Vancouverit, Kanadas, që të ke mundësi me komuniku dhe me ekspozu dhe në nga ato galerit e Vancouverit. Sigurisht, kjo pjesa ma vështirë, sepse kontinenti tjetër gjithmonë ka vështirësi në transport, në shije, edhe në shpenzime, sigurisht. Kurse Europa është ma kollajt në këtë drejtim. E kam lënë për të ardhmen. Bile, aq shumë ma ka shtu një farë mënyrët ngacmin për t'i bak të hapa, sepse para në verën e kalume vjen një ish në zanë joni që jetote në Kanada. Edhe po më thot një gjë shumë interesante. Për sot thot t'i shoh pikturat në Facebook-it.
Po është e çuditshme është kjo lloj pikture kërkohet shumë në Kanada. Është stili që është më i kërkuar për momentin. Sa bukur. Mirë po, kjo ndodh sepse unë përpiqem të jetoj gjatë gjithë kohën me tendencat e artit bashkëkohor, sigurisht sot mundësia shumë e madhe për gjithë, sepse interneti e ka afru këtë. Po, keni gjetur vlerësim, prandaj. Po, sigurisht. Po, përpiqem me bën lidhje, një aliazh me tendencave dhe atë që ne unë. Që e bukur. Në fakt, si ka qenë jeta juaj me pikturën? Nga keni marrë rrugtimin drejt artit tuaj? Kush ju ka frymzuar? Kush ju ka mbështetur? Po, fillimisht sa duket vjen një nevojë e brendshme për me kam lexuar shumë. Mirë po kur lexon shumë fillon edhe fantazia zhvillohet. Mirë po, ndoshta aq herët që kam filluar me lexu, kisha nevojë me komuniku ndryshe me njerëzit, e kupton? Dhe vizatimi i zgarravinet një lloj komunikimit është. Absolutisht. Një mënyrë të shprehjen. Gjenes tonë të mërënshme ose të njerëzve që rrethojnë. Kështu që me kalimin e kohës, baba ka punu postar, e vu një rekët. Dhe filloj të mbledh revista shumë. Revista, mbledh e libra shumë, mbledh e gazeta shumë, dhe unë u futa shumë në këtë botën e ilustrimeve, të revistave, të prallave, të romaneve, adin. Dhe kjo ndikon jashtëzakonisht shumë në mënyrën se si me pa botën. Ose më tepër me thonë si me një botën, se me pa shohin tanë. Me një, se cilë një mënyrë e vetë. Po duket ndikoj shumë me pa botën në mënyrën artistike. Adin sepse njeriu komunikon edhe me gjërat që janë rreth shtëpisë, ato që janë të prekshme, që kanë një ndjesim. Ato pak vite, ato jetë varfër që kena pas, domthonë, edhe aty të gjërat rreth shtëpisë, të lagjes, përpiqem me gjetë gjëra ku me i veçu si pse janë ndërtu, si janë ndërtu, kush është efekti i mbrëmshëm, çka ka për mbrëmje, e kupton? Me kuriozitetin e një fëmie. Se me kalimin e viteve kjo vjen forcohet. Unë fillova në vitet në gjimnaz, fillova me u shpreh me karikaturë, ashtu nisha në një farë periudhët, kam botuar shumë në ato vite në gazetat edhe qendrore dhe lokale. Po ishte një shtysë e madhe për me, sepse karikatura ka një veçori ku duhet të flasësh me gjuhë tjetër, me gjuhë pak tërthort. Dhe kjo më ngacmonte shumë që me i pa gjanat si funksionojnë për mbrana. Në ato vite kjo më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për me stilizu, sepse karikatura vetë është një stilizim vizatimin në vetvete. Dhe ndoshta ishin hapat e para për me bë art disi një shkallë. Ma ndryshe se sa kërkosh natyrë, sepse karikatura të lejohet e këtë punë. Nësaj, mbarova shkollën në Akademinë e Arteve. Si ishin studimet e specializuara për arte për ju? Studimet ishin një shkollë e realizmit socialist, ku pedagogët në përgjithësi ishin që kishin studiuar në vendet ish komuniste, në Çeki, në Poloni, në Rumani, në Bashkimin Sovjetik. Dhe ishin marrë të kulturave që kërkohet e shteti, sistemi. Ju tha që atëherë kishin një tendencë. Po, kishin një tendencë, të më drejten, të veçantë, që nuk lidhej thjesht me realizmin socialist, gjejshin veten diku tjetër. Ndoshta ishte karikatura që ma kishte dhënë pak këtë shtys për mi pa e mi bë gjërat pak ndryshe. Blen vitin e dytë, fillon viti i dytë. Më thrashin një dy pedagogë më thonë, aty gjasi e caktuar me shku në Francë për grafik, 6 vjet për studime, pa ishte viti 72. Ishte diçka i pa imagjinueshme. Bile për me qeshë thonë për ndosit ka marrë Tiranë, tim të me shkuen në Paris, në Paris, shumë. Nuk u baja, po për arsye të konjunktura. Kjo ishte një lloj vlerësimi. Po, sigurisht, absolutisht një vlerësim.
dhanë disa kështu simptoma ku shihesh ky student përpiqet një pa gjanat pak ndryshe. Dhe në fakt shkollën e kam pa më tepër jo për nota, e kam pa më tepër si eksperiment brenda vetes. Duke menduar gjithçka që çfarë do të bëjnë të ardhmen. Pra jo me marrë notë, jo me të jem mirë me rregulla. Pa kam pas se kjo që marrë sotën çfarë shërben nesër, dhe si më shërben nesër. Duket ka funksionuar. Ka pranë tash më përpara që ka ardhur një lëvizje e pikturës nga realizmi në pikturën bashkëkohore, ka një kërkesë e mbrëmshme, logjike, pas forcime kështu në kuptimin e negativitetet, kupton? Po sforcimet përmes përpara janë pranueshme. Gjithatë ju sfida keni kapërcyer, keni hasur, keni marrë. Patjetër, sepse në rastet kur këto shkapërcime bëhen edhe publiku shpeshherë nuk pranoj shkollaj. Ndin? Se janë mësuar me një lloj arti disi pak konjunktural, një art ku duhet më bëhet të pëlqejnë gjithë. Dhe ishte në vështirësitë kryesore sepse në fundit ti ke zgjedhur të jetosh me këtë profesion. Dhe nëse nuk merr atë që duhet, atë pse e bën. Po duket Chelsea, s'po them art, po argjend, duket edhe më ka funksionuar dhe kam krijuar shumë auditor me këtë pikturë. E shoh që jeni modest në rrëfimin tuaj, por gjithsesi tregues janë pikërisht punët, vlerësimet, ekspozitat. Kur filluat ekspozitat tuaja? Në periudhën e shkollës, meqense ju thatë... Po në atë periudhë, në përgjithësi, kishte ekspozita kështu në grup të studentësh, edhe ekspozitat e parë ishin ashtu siç organizohen atëherë ekspozita për ushtrinë, për rinin, me tematikat caktuara. Me tematikat caktuara ku kam marrë pjesë, si thosh, jo me sigurinë e duhur. Po shpeshherë meteshim në gjykimin e komisioneve, e përfaqësuesve të partisë së pushtetit. E kuptoj. Ku shpeshherë futesh në disa kanale dhe masa gjeometrike ku nuk mund të lëvizsh më, ku duhesh edhe lloj arti që ti njehje nuk mund ta shprehësh si duhet. Pra ishte një kompromis i madh, i vështirë, po mëranate jetote duket jetote tjetër gjë, tjetër kërkesë. Gjithsesi, ai ishte një periudhë ku njeriu kishte nevojë me mjetu. Po në farë mënyrët edhe ajo pat ato si thosh vlerat e veta sepse duke pas kërkesat nata profesionale për të artë që kërkojë sistemi, njeriu brenda vetes fillon të bëhet shumë kërkues, shumë ulmus, që nuk e lëshon një vepër artit pa bën ashtu siç duhet. Mësoni kjo kur ti del në një profesion tjetër siç sot, atëherë kjo kërkesë e mërshme për me e bën e me çu deri ku duket të bën pjesë e thirrjes tande të mërshme dhe nuk mund ta hedhësh më pikturën do si do. Kështu që këto kanë disa edhe ngarkesa dhe vështirësi që unë i konsideroj shpeshherë pozitive. Natyrisht, ajo që ju keni të brendshme dhe që e shprehni e lirshëm tek punët tuaja, qoftë hershme, qoftë më vonë, ka nisur paralelisht me punën e përditshme, që ju ishi piktor, edhe me mësimdhënien. Si kanë qenë këto? Duke vrapu në shkollë, duke vrapu më këtë në studio, duke dalë mes në studio, duke vrapu me kap mësimin, duke vrapu me dalë për mësimin me kap prap studion, dhe bile pikërisht këti drejtori galerisë, sepse edhe afër aty me në studio, i thoshe, miri, unë kam punu në pikturën, një kam jashtë studiet, një kam brenda studiet. Kështu që duhet të kesh ngacmimet shumë të mëdha për brenda që të thrasin vazhdimisht këtë punë. Sepse shkosh mas mësimit, shkosh edhe herë në studio, dalësh edhe herë mas dreke, e të rrish deri vonë. Shpeshherë kur bisedoj me njerëzit disi në maj intimitet, më them
një shprehje kështu shumë thjesht. Kam 40 vite që bëj 18. Ndryshe nuk bëhet kjo punë. Në fakt është pasione. Po, Pasioni edhe dashuria, se për ndryshe nuk do të kishe këtë interaktivitet mes të përditshmes, brendësisë, shfaqjes, thellësisë, punëve. Nuk bëhet ndryshe. Duket është një tash një thirrje e mbrëmshme për dhe ngaherë kur bëhesh përballë vetesh, vere që kam kaq shumë energji, kaq shumë të pathona, kaq shumë tablon kryesa që sa të vitë koha mirë prapë. Kjo është një gjë e mrekullueshme. Me man një dinamik që mund pëlqen me jetu kështu. Ju kaloni kohë shumë, orë shumë në studion tuaj. Shumë. Ndërkohë që humbisni, mbase pas dere tingëllon zërat e familjes, detyrimet. E gjej kohën aty. Shumë bukur. E gjej kohën aty, e gjej kohën me bë pak sport. E gjej kohën me bë pak not, pak basketbol, pak biciklet, sepse i them me humor shokëve të mi them, këto më gjën e punët. Natyrisht. Do të kesh një. Se s'bën do të gjej kohën e këtyre punës, sepse nëse ti shkon në studio dhe një është i plosht, një është si i fjetën, atë çfarë do të bësh? Po nëse shkon, shkon me energji, mos i ke bërë pak sport aty. Ai sa ke mundsi. Ke fituar ti, ka fituar edhe puna vet. Padyshim. Megjithatë, çdo ditë në një dialog në studio, me punët, me atë kavaletin e hapur, ngjyrat, nuk e di se si është ai proces punët, por meqense ju çdo ditë kaloni kohë aty, është një bashkëbisedim i vazhdueshëm, një sfida që kërkojnë të tjera mendime, të tjera realizime, apo jo? Është tërheqje e madhe, për mua, pak e kupton. Sepse njeriu pjesën kryesore ka në familje, dhe atë është pjesa e investimit tonë më të madhe. Padyshim. Po, siç thon ka me humor, mi bëmë me fjalë në studio. Duket pak e çuditshme, po. Njerëzit pasionantë gjithmonë janë frymëzues. Sinqerisht, po s'ka, domethënë të bësh një agent me veten, 8 nuk është e lehtë. Duket është një tërheqje e mbrëmshme që të mos ndryshe s'ka si. Kjo nuk bëhet marrësi, bëhet me pasion. Dy destinacione pak a shumë i menduam, Vancouverin në Kanada dhe ekspozitat në Austri me ftesën e Red Bullit. Janë këto destinacionet e afërta tuaja apo ka diçka tjetër që ju e mbani në sirtarin tuaj të realizimeve? Unë kam marrë një ekspozitë kolektive në Luksemburg. Tash në mars duhet isha prapë në Luksemburg, po gjithçka u përmes me pandemi. Do të isha në Austri në shtator-tetor për 2 muaj në një artist rezident, siç kanë ata që të ofrojnë studio, shtëpi, kushte dhe ekspozitë. Po dhe kjo pritet mund të jetë vitin tjetër. Kështu që këto i kam lidhet. Kam një dekorator që vazhdimisht njekin krijimtarinë time dhe më çojnë ftesa. Kështu që jetoj në një dinamik më tepër jetoj me të ardhmen se sa me të tashmen. Në fakt, ky është një mesazh shumë i bukur, të jetosh me të ardhmen dhe të hedhësh hapat të sigurt në ditët që jeton. Ndoshta është edhe një motiv, një motor, një diçka që mund të jetë frymëzuese për njerëzit. Përndryshe nuk mund të shpjegohet ky pasion, ky ecuri, ky aktivitet, ky mendim, por në radhë të parë i mbështetur tek vetja dhe gjithmonë me atë si thua brumosjen e hershme, e cila shfaq elemente të vetvetes dhe elemente bashkëkohore. Përndryshe nuk do të kishit sukses edhe në aktivitetin tuaj, brenda dhe jashtë vendit. Një nga ato plot sapo hyn te ekspozita në galeri është një shprehje John Kennedy. Po, e keni në anglisht e kam lexuar. Mos shift kalumin, mos shift tashmen, mendo për të ardhmen.
Mirë po, në fakt, profesionet tonë, në qofë se nuk janë, të fakte një herë për para shoqënisë, nuk janë në rolin e tyne. Ti jesh disa hapa para shoqënisë, atëherë mund të jesh më komode, mund të jesh në rolin tënd, kupton? Shpesh nxënësve e thoshë një ngjarje që tregoshin në ato vite që ishin në akademi, shkon një delegacion në rinjet në New York, ishte i kongresi madh i rinjet, po në delegacion bati pjesë dhe kadareja, siç tregoshin. Dhe kur u kthyn për atje, kur ishte i jashtëzakonisht i madh në Tiranë, si ishte Amerika, që ishte Amerika, që ishte Amerika, kupton? Mi po, secili e shpjegote në mënyrën e vet, dhe në kohën e shikimit vet, atë që kishte pa dhe një atje. Po ishte shumë interesante sepse tregoshin që kur tregote kadareja, edhe këto që kishin me kadaren, hapshin sytë edhe vesht. Sepse kadareja kishte profesioni tonë kanë këtë vizion shumë gjëra shumë ma thellë. I shohin me të dukshmëritë të ku shpesh nuk ka fund. Bëllë në ngjyrën që ne kërkojmë, kjo është ngjyrë të dukshme, pa fund, nuk nalet këtu ngjyra, kupton? Thellësia e ngjyrës. Kështu që duket ndërthuren teknika, forma, mendimi, ideja në këtyre të anabashte njërë kërkon gjithmonë përpara. Në fakt, gjatë bisedës, ajo çfarë unë perceptova, nuk është thjesht një aktivitet, një tablo apo një ekspozit. Jo, është një aktivitet gjithmonë që pulson. E madje kur kjo i vihet si emnusi përbashkët, pasioni dhe dashuria, të gjithë ato përrenjë që çojnë ujë tek një lum i madh frymëzimi dhe aktiviteti, është një gjë shumë frymëzuese. Besoj se biseda edhe mjaft e bukur. Edhe mjaft e bukur. Pa fund. Besoj se biseda e sotme kishte pikrisht këtë mesazhin e frymëzimit të një jete që gjallon me pulsin e kohës. Le të na shërbej ky motiv për të gjithë ata që na ndoqën gjatë kësaj bisede, duke uruar me shumë respekt për aktivitetin tuaj, duke i uruar gjithmonë mbarësi dhe ecurit të suksesshme, hapa plot dinamizëm dhe të vlerësuar në të gjitha punët, ekspozitat dhe aktivitetin tuaj. Faleminderit. Ju falenderit shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Që më dhatë mundësi të shprehen. Kisha shumë kënaqësi të mësoja akoma më shumë rreth aktivitetit, sepse mendoj se madhështia qëndron pikrisht tek njerëzit që flasin më shumë me veprën e tyre. Nëse në çdo punë, në jetën e përditshme, në çdo profesion, në çdo gjë që bën, nëse nuk je i motivuar, nuk shkon te rezultati. Nuk shkon te ajo që duhet me shkuën. Në fundit nuk jeton. Absolutisht. Ju falenderoj shumë dhe suksese gjithmonë.